Pejgamberi alayhi salatu wasalam po e shef një plakë e cila ishte të e bajt një boshqe në ato që i kanë bajt sikurse turbe e kësaj kohe ose kuferi, po i thot oj nana të ndihmoj, e merret po i ndihmon asaj plakës me teshat rrobat e saj. Po i thot kjo plaka rrugës e si për të kalu, po i thot qenë ke djali kulturun, djali mirë, shumë i respektum, mu po më ndihmon. Kujdes me nanën, mos u tako me një njeri që i ka emrin Muhammed, sepse ai njerëzit po i shkatërron. Fenë të parëve tonë po don me hjek, po na thirr vetëm një Allah dhul xhelal me adhuru, nuk dojnë ana atë me besu. Kujdes me atë mos u tako. Masi ma bane këtë mirë me çat njeri mos u tako. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, masi kum çu te shtëpia, edhe e kum dhënë ato që unë i bajsha në krahun tem, ajo folte për mua keq, po i them oj nan, çaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë jem çaj njeri. Për që ata që po më thu kujdes mos mu taku me te, unë jem çaj. Thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Dëshmoj se s'ka zot tjetër që meriton mu adhuru pas Allahut dhul xhelal, dhe ti je pejgamberi i tij, dhe ti ka i dërguar i tij, se morali yt, kultura jote, edukata jote nuk kallzon që ti je njeri prisht.